Thot isha ardhur policë, thot po nuk po muj se tani po më lidh edhe në gjykatë. Edhe beso që e lidh gjykata. Kjo puna e inteligjencës është që policia me marrë informata, po ta bëj një pyetje, sa po është i gatshëm qytetari i Kosovës me bashkëpunu me policinë e Kosovës, kam punu me policinë e Kosovës, ka qenë niveli i ulët i bashkëpunimit, sepse hala konsiderojnë njerëzit që me tregu diçka një dukuri negative të këjshisë, është shpionazh. Valla, na në kallëzës, po kena problem. Kena renin të na prit kjo, po është me kallëzu për korrupsion. Bashkëpunimi ka obligim policia. Ka obligim policia. Policia nuk mundet me thonë që nuk na kanë dhënë informata, do të me gjetë metodën që me marrë informacion. Është çështje besimit, apo i besojnë njerëzia policisë Kosovës që e një krimin, apo besojnë që ata unë besoj që më shumë i besojnë, dëgjoj, më shumë i besojnë qytetarët të policisë se sa gjykatës. Është interesant edhe. Ja, s'po vesim ma policisë a gjykatës. A i besojnë? I besojnë. Cilës do? I besojnë, jo, mos ma zgjedh një shumë të keqe e me bo mu do policinë. Nuk është shumë e keqe, edhe pse, se dështa me ta shpjegu dhe pse. Shumë njerëz gjatë hetimeve që kena bo, gjatë punës që kena bo, kena tentu me marrë si në deklarat që me na dëshmu për rastin, apo kupton se u deshke me kompletu një rast. Ose ju pithuni aty në gjykata vallajnë e keqe se na policët e mirë, që shtu pithuni polve. Jo, vazhdimisht pithuni, na e kena marrë pyetje, gjykata ta lëshoj. Dëgjoj, ne problem të tregoj çka po du me thonë. Jena përpjek me mbledh dëshmitarë okular. Thot isha ardhur policë, thot po nuk po muj se tani po më lidh edhe në gjykatë. Edhe beso që e lidh gjykata. Beso në rastin Steta 7 vjet kam përfaqësuar në rastin Steta. Vishin dëshmitarët 5 herë kanë ardhur, s'kesh kushte ecshin. Apo kuptoni? Po veç duhet me kuptu këtë element që me kuptu po ti je punë, ai është në punë, dëshmia është obligim, edhe ai është i gatshëm me dëshmu ty nëse i merr 20 minuta, po ju më marr ti 20 ditë. Se kjo është, unë po mendoj që është logjik e gabuar me qytetarit. Dëshmia është obligim qytetar dhe në rast se nuk dëshmon, duhet mu njek penalisht. E dyta, nëse i ka lodhur gjykata, e kanë të drejtën e kompenzimit dhe marrin kompenzim për ditë që i kanë humbur atje për me qenë dëshmitar. E treta, po muj me marr, nuk kërku gjykatës, gjykata ju jap atë opsion edhe ata mund me lyp me ditje për kohën që ajo s'është kurrë këshnek kash. Për mua është problemi ai bën ai me shkuë me nejt me mush formulare, me mush kërkesa, edhe ai aprovohet as aprovohet. Nëse ai dëshmitar thot po ta paguajmë biletën sa ka kushtuar periferizojnë Prishtinë. Po nëse ai dëshmitar është lodh. Unë mendoj që duhet na më thyt te tema ku jena ardhur të vrasje. Që të vrasje për djem të ri dhe vajza të reja beson se burimin e kanë veç të muzika, veç të influencimi i muzikës, nuk muna me thonë të muzika kur ti ki përballet të grupeve kriminale të cilët janë përlesh ma herët dhe po përleshën për hapësira. Nuk muna me lënë faj muzikës. Këta njerëz nuk janë kriminal të zakonshëm, janë milioner, janë ndërtues, janë biznismen, janë njerëz që vozisin Range Rovera, nuk janë konfliktet në Prishtinë për shkak të TikTokut. Keni parasysh to po e them me shumë kompetencë për shkak se ja u di strukturën njerëzve të cilët janë përfshirë. Unë kam hollë të rinia se këto janë grupe të cilat nuk janë marrë as me koncerte muzikore, janë marrë të në kohën i njohur në Prishtinë që janë marrë me punë jo të mira.